Mirëdita. Edi Rama, tashmë kryetari I sektit të spionëve të Shqipërisë. Kjo fundërin e pashëmbullt morale e shoqërisë shqiptare. Ky njeri që mohoi aftësinë e të birit në gjyq. Ky njeri që akuzoi babain e tij si babain e djalit të tij. Ky njeri I pander, I pa familje, pas një normë shoqërore dhe morale. Synoi të bënte një puç në Shqipëri përmes një përgjimi kriminal dhe të falishëm dhe vetëm kaq, përmes dhe një montimi kriminal dhe të pashëmbullt, duke përdorur si dëshmitar një fundërin tjetër të papar, I cili e kishte akuzuar publikisht Edi Ramën përpara të gjithë shqiptarëve dhe përpara kamerave tuaja si një njeri të cilin e kishte parë duke marrë kokainë në zyrën e kryetarit të bashkisë. Unë dua t'ju konfirmoj të gjithë qytetarëve shqiptarë se montazhi I fëlliqur, se titrat e vendosura nga Edi Rama, se mbivendosjet dhe keqvendosjet në funksion të një perceptimi negativ, se e gjithë kjo veprimtari kriminale dhe e palishme, se gjitha shpifjet e bëra për shkak të detyrës, do të demontohen në mënyrën më spektakolare përpara drejtësisë dhe përpara opinionit publik. Unë tashmë kam krijuar një grup juristësh, të cilët, duke filluar nga dita e nesërme, do të nisim punën e tyre dhe shumë shpejt të gjithë qytetarët shqiptar do të shohin se njeriu që kërkon të vijë në pushtet përmes dhunës, përmes intimidimit të qytetarëve shqiptar, të lirisë dhe të drejtave të tyre, është një montazhues I fëlliqur, është një njeri I marrë peng nga mafia dhe nga krimi I organizuar, është një njeri I cili në 8 maj do të marri verdiktin nga gjithë qytetarët e Shqipërisë si një fundërin morale, por edhe politike, duke pastruar jo vetëm qytetin e Tiranës, por edhe politikën shqiptare nga një monster që bëhet garant I një veprimi kriminal, duke ndërhyrë në mënyrë kriminale, jo vetëm për të dëmtuar zëvendës kryeministrin dhe kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim në mënyrë të palishme, në mënyrë të pandershme dhe duke përdorur manipulimin dhe falsifikimin, por duke dashur për të dëmtuar edhe kryeministrin e vendit pikërisht në përpjekjet e tij për të rrëzuar në mënyrë fuqiste I qeveri tërësisht legjitime.